Mbretër dhe refugjat do të mblidhen në Rom për funeralin e Papa Franceskut. Të paktën 130 delegacione të huaja dhe rreth 200.000 pelegrin do të zbresin në sheshin e Shën Pjetrit ditën e sotme. Nga Shqipëria në ceremoni merr pjesë presidenti Bajram Begaj dhe krerët fetar. Një grup i jashtëzakonshëm të ftuarish që përfshin krerët e shteteve dhe mbretërve nga gjithë bota, si dhe refugjat, burgosur, transgjenor dhe ata që janë pastre do të zbresin në sheshin e Shën Pjetrit sot për funeralin e Papa Franceskut, papës liberale novatore që udhëhoi Kishën Katolike për 12 vjet. Francesku nda nga jeta në moshën 88 vjeçare, të hënën në shtëpinë e tij në Casa Santa Marta pas një goditje dhe pas dështimit të zemrës. Ai po shërohej nga pneumonia e dy fish që e kishte mbajtur në spital për 5 javë. 10 ramira vajtues u futën në bazilikën e Shën Pjetrit për t'i bërë ndërimet e tyre papës së ndjer gjatë 3 ditëve. Arkivoli i tij u vulos gjatë një ceremonie private të premten mbrëma. Mesha e varrimit fillon në orën 10 me orën lokale dhe drejtohet nga kardinali italian Giovanni Battista Re, dekani i Kolegjit të Kardinalëve, me të paktën 130 delegacione të huaja të pranishëm. Së bashku me rreth 200.000 pelegrin, funerali ka kërkuar një operacion të madh dhe kompleks sigurie në Vatikan dhe Rom, duke përfshirë mira polica ushtarak italian si dhe Gardën Zvicerane të Vatikanit, ushtria më e vogël në botë. Ushtarët në sheshin e Shën Pjetrit janë pajisur me armë që rrëzojnë dronët, ndërsa snajperët dhe avionët luftarak në çatia në gatishmëri. Një delegacion nga vendi i origjinës Franceskut, Argentina, i kryesuar nga presidenti i saj Javier Milei, do të ulet në rreshtin e parë gjatë meshës me liderët italian, duke përfshirë presidentin Sergio Mattarella dhe kryeministren Giorgia Meloni në rreshtin e dytë dhe krerët e tjerë të shtetit dhe mbretërve në radhën e tretë. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili për vite me radhë u përplas me Franceskun për emigracionin dhe gruaja e tij Melanie, po marrin pjesë së bashku me paraardhësin e Trump, Joe Biden. Të ftuar të tjerë përfshin presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe princin William. Zelensky tha se nëse nuk do të ishte në gjendje të udhëtonte, do të ishte për shkak se ishte në takime ushtarake. Urdhri i shërbimit prej 87 faqesh i shkruar në gjuhën angleze, gjuhën italiane dhe atë latine u publikuan në faqen e internetit Vatikanit përpara funeralit. Papa Francesku, një emër i zgjedhur për nder të Franceskut të Asizit, shenjtorit italian që hoqi dorë nga një jetë luksoze për ndihmuar të varfërit, thjeshtoi ritet për funeralet papale vitin e kaluar dhe ishte shumë specifik në lidhje me kërkesat për fshirë të ftuarit. Në fund meshës funerale, arkivoli thjesht prej druri i Francesku do të çohet ngadalë në bazilikën Santa Maria Maggiore, rreth 2.5 milje larg në lagjen e Squilino të Romës. Procesioni do të bëjë rrugën e tij përmes Romës qendrore, duke kaluar monumentet kryesore, duke përfshirë Koloseun, siç kërkohet nga Francesku me të mbërritur në bazilikën e shekullit 4. Atij do t'i dërgohet një dërgesë përfundimtare nga një grup prej 40 personash, duke përfshirë burgosurë të pastre, që nga fillimi i papatit të tij Francesku u përpoq të përqendrohej te njerëzit që mund të konsideroheshin si llumi i shoqërisë nga të tjerët, tha Robert Michels, një kolumnist me bazë në Rom për Union of Catholic Asian News. Francesku është papa i parë në më shumë se një shekull që nuk u varros me bujë të madhe në shpellat poshtë bazilikës së Shën Pjetrit. Në vend të kësaj, arkivoli i tij varroset në një kamarë të vogël që deri më tani është përdorur për të ruajtur mbajtëset e Shandanit, siç kërkohet në testamentin e tij përfundimtar. Varri nuk do të zbukurohet dhe do të mbishkruhet vetëm me emrin e tij papal në latinisht, Franciscus. Varrimi do të jetë një ngjarje intime ku marrin pjesë të afërmit e Franceskut. Në mes të funeralit, spekulimet janë të shumta se kush do të pasojë Franceskun. Kardinalët miratuan 9 ditë zi nga e shtuna në një konklav, procesi fshet zgjedhor për zgjedhjen e një pape të re që nuk pritet të nisë para 5 majit.